Bllokimi i rafinerive të kompanisë Armo dhe mungesa e produktit të naftës vendase në treg konsiderohet absurd nga ekspert të fushës së hidrokarbureve. Vladimir Puka, ekspert në fushën e hidrokarbureve, në një intervistë për Albanian Screen bën të ditur se qeveria ka keq menaxhuar gjithë sektorin e naftës dhe se mungesa e naftës së Armos në treg i mban çmimet e karburanteve 30% më të larta. Sipas tij, shteti duhet të gjejë rregulla për të mos penalizuar biznesin dhe tregun njëherësh. Do ta quaj një situatë absurde. Nga njëra anë kemi një kompani e cila zotron 2 rafinerit e vetme që ekzistojnë në Shqipëri, ku më i rëndësishëm nga gjithë është produkti diesel, 10 ppm, i cili me përfaqësimin e tij në tregun shqiptar të hidrokarbureve amortizon në mënyrë të mjaftueshme tregun e këtij produkti. Do të bënte që tregu të ishte i ngopur me këtë produkt dhe me çmim të favorshëm. Kjo është pjesa, le të themi, që shkon në favor të kësaj proteste, ose që shkon në disfavor të bllokimit të këtij produkti nga ana e shtetit. Fakti që shteti ka qenë dhe është aksioner në këtë shoqëri e rëndon më shumë pjesën e vet. Pse normalisht në një treg të tillë ku përfitimet nga produktet hidrokarbure dihen se janë të mëdha, shteti mund të përfitonte me një politikë më, po të themi, më fleksibël. Me një politik e cila do të stimulonte brenda, le të themi, kuadrit ligjor, pikërisht ecjen përpara të rafinerisë, por në radhë të parë të shfrytëzimit të produktit vendas. Sipas tij, duhen hartuar akte në ligjore që të zgjidhin situata të tilla, për më tepër në një sektor strategjik si nafta. Unë jam i predispozuar që të gjenden paketa ligjore ose, si të thuash, iniciativa rregullatore. Ai hedhi dyshimin në marrëveshjet të fshehta mes operatorëve të naftës në treg dhe segmenteve të shtetit në dëm të produktit vendas. Do veçoja marrëdhëniet e vështira që janë krijuar në këtë treg për shumë e shumë situata ku pa dyshim që shteti ka pjesën e vet, që nga menaxhimi që ka bërë sektorit hidrokarbur, po dhe nga fakti tjetër që nga menaxhimi që ka bërë gjithë burimeve vendase. Por unë do të thosha gjithmonë këtë fakt që produkti vendas, sido që t'jetë puna, është shumë i rëndësishëm që të rifutet në tregun e hidrokarburëve. Veç industrisë së naftës, kosta në kësaj situate të krijuar e paguajnë edhe konsumatorët, të cilëve ju mungon në treg nafta vendase, e cila do t'ju kursente 30% të çmimit që paguajnë aktualisht. Dieseli 10 ppm ka një rrafje, le të themi, 70% e tregut e kërkon. Dhe në rast se nga rafineria do të prodhojë një sasi prej rreth 60.000, 70.000 ton, e më shumë që është prodhuar dikur, kur nafta nuk ishte me këtë cilësi, atëherë është e kuptueshme se sa do të ndikonte kjo në mbajtjen e çmimeve. Në rast se tregu ynë kërkon një sasi prej rreth 300.000 tonësh karburanti diesel, atëherë është e natyrshme që 50-60.000 ton e më shumë dhe 30% të çmimeve në treg, kuptohet që do të ishte një pikmese e madhe në xhepat e konsumatorëve dhe të kuptohet edhe të biznesit. Nga ana tjetër, eksperti i fushës së hidrokarbureve është i mendimit se politikat fiskale në fushën e hidrokarbureve penalizojnë prodhimin vendas. Sipas tij, afro 1 milion ton naftë eksportohet, ndërsa ajo e përpunuar në vend rëndohet me taksa shtesë. Kjo është një nonsens që është kritikuar edhe nga organizata e traktatit të komunitetit të energjisë. Nuk ka pse të goditet produkti brut i naftës që përpunohet nga rafinerit tona në raport me produktin e naftës brut që del nga shteti ynë. Është një trajtim që shteti e ka bërë preferencial, pra është e pakuptueshme që 10% të penalizohet produkti vendas, kur ai përpunohet nga rafinerit tona. Rafinerit e kompanisë Armo janë bllokuar nga fillimi i muajit korrik nga organet tatimore me një urdhër verbal. Prodhimi është ndalur dhe punonjësit kanë mbetur pa punë. Ata janë hedhur në protesta dhe kërkojnë që rafinerit të punojnë. Punonjësit janë drejtuar presidentit të vendit Bujar Nishani për t'i dhënë zgjidhje problemeve të tyre dhe janë në pritje të një takimi me kryetarin e shtetit.